Testamenti u hap në një dhomë të heshtur, ku ora e murit tik takonte si një paralajmërim. Për të trashëguar gjithçka, ajo duhet të martohet brenda 6 muajve, me burrin që familja ka zgjedhur. Sytë u kthyen drejt saj. Zemra i rrihte fort. Pasuria e gjyshit ishte më shumë se para, ishte perandoria e familjes. Por çmimi, dashuria e saj, liria e saj, e ardhmja e saj, a do të pranonte një martesë pa ndjenja për të shpëtuar trashëgimin? Apo do të luftonte për të drejtën për të zgjedhur vetë? Kur avokati mbylli dosjen e trashëgimisë, dhoma mbeti në heshtje të plot. Perdet e rënda prej kadifeje filtronin dritën e pasdites, duke krijuar hije të gjata mbi tavolinën e drurit të errët. Era e librave të vjetër dhe dokumenteve të pluhurosura e mbushte ajrin. Elira nuk lëvizi. Ajo e ndjeu vështrimin e të gjithëve mbi supe, hallës së saj me buzë të shtrënguara, xhaxhaj që tashmë duke i kënaqur, dhe mbi të gjitha nënës së saj që mundohej të ruante qetësinë. Është e qartë, tha avokati me një ton të thatë. Zoti Adrian Kelmendi ka qenë shumë specifik në kushtet e testamentit. Emri i gjyshit e goditi si një kujtim i ëmbël dhe i dhimbshëm njëkohësisht. Kujtimet e gjyshit. Gjyshi Adrian kishte qenë figura më e fortë në jetën e saj, një burr me sy të thellë dhe za autoritar, por me një butësi të fshehur që ai e tregonte vetëm me të. Ai e kishte mësuar si të lexonte bilancet financiare para se të mbushte 18 vjeç. Ai e kishte quar në fabrikat e tij dhe i kishte thënë: "Pasuria nuk është para, Elira, është përgjegjësi." Por tani ai kishte vendosur një kusht që dukej si tradhti. 6 muaj, përsëriti Elira më në fund. Dhe nëse nuk martohem? Avokati ngriti syzet. Atëherë pasuria kalon në fondin familjar dhe menaxhohet nga xhaxhai juaj. Një buzëqeshje e zbehtë u formua në fytyrën e xhaxhait. Ishte pothuajse e padukshme, por ajo e pa. Sa herë që ajo kishte marrë një rol më të madh në biznes, ai kishte kundërshtuar. Është shumë e re, thoshte. Është emocionale. Emocionale. Ajo kishte diplomuar me rezultate maksimale për financë. Ajo kishte trefishuar fitimin e një prej degëve të kompanisë në vetëm një vit. Dhe tani, për të marrë kontrollin e asaj që gjyshi e kishte përgatitur për të, ajo duhej të martohej. Por jo me këdo, me burrin që familja kishte zgjedhur. Emri që ndryshoi gjithçka. Personi i përzgjedhur, vazhdoi avokati, është zoti Armand Dervishi. Dhoma u bë edhe më e ftohtë. Elira e njihte emrin. Armand Dervishi, i biri i partnerit të vjetër të biznesit të gjyshit. Një familje po aq e fuqishme sa e tyrja. Një bashkim që do të krijonte një monopol të padiskutueshëm në treg. I zgjuar, i disiplinuar, i rezervuar, dhe krejtësisht i panjohur për zemrën e saj. Takimi i parë pas testamentit. Takimi u organizua vetëm 2 ditë më vonë, në zyrën e tij në katin e fundit të një ndërtese moderne me pamje nga qyteti. Armandi qëndronte pranë dritares kur ajo hyri. Ai nuk buzëqeshi. Ashtu siç e prisja, tha ai qetësisht. Nuk dukesh e lumtur. Duhet të jem, u përgjigj ajo. Ai u kthye drejt saj. Sytë e tij ishin të ftohtë, por jo mizor. Ishte një njeri që kishte mësuar të mos tregonte asgjë. Asun nuk e zgjodha këtë, tha ai. Ajo u habi. Ti nuk e kërkove. Familja ime e sheh si aleancë strategjike. Asgjë më shumë. Aleancë, jo martesë. Marrëveshje. Biseda e tyre nuk kishte asnjë romantizëm, asnjë ndjenjë, vetëm logjik. 6 muaj janë kohë mjaftueshme për të organizuar një dasmë, tha ai, dhe për të nënshkruar një kontratë paramartesore, shtoi ajo. Ai e pa me interes për herë të parë. Je praktike. Jam realiste. Ai u afrua pak. E vetmja pyetje është, a je gati të jetosh me një burr që nuk e do? Ajo heshti, sepse kishte dik tjetër, dik që familja e saj nuk do ta pranonte kurrë. Sekreti që e komplikon gjithçka. Në një cep të qytetit, në një apartament të thjesht por plot dritë, dikush tjetër po e priste. Leon, një arkitekt i ri, me ëndra të mëdha dhe pa mbiemër të rënd pas vetes. Ai nuk kishte kompani milionëshe, nuk kishte aksione, nuk kishte lidhje politike. Ai kishte vetëm zemrën e tij. Dhe ajo e dinte që nëse pranonte këtë martesë do ta humbiste përgjithmonë. Lufta e brendshme. Gjatë natës Elira nuk fjeti. Ajo qëndroi në balkonin e viles familjare, duke parë dritat e qytetit që vezullonin si mundësi të pafundme.
Gjyshi I kishte thënë gjithmonë. Bota është e ashpër me gratë që duan pushtet. A ishte kjo prova e fundit, një sakrificë për të dëshmuar se ishte e denjë për trashëgimin. Nëse nuk martohej, Xhaxhai do të merrte kontrollin. Ai do të shiste pjesë të kompanisë. Do ta shpërbënte atë që gjyshi kishte ndërtuar me dekada. Por nëse martohej, a do të humbiste veten? Përballja me familjen. Të nesërmen në mëngjes, tryeza e mëngjesit ishte tensionuar. Duhet të mendosh me kokë, tha nëna e saj. Po mendoj me zemër, u përgjigje Elira. Xhaxhai ndërhyri. Dashuria është luks. Trashëgimia është përgjegjësi. Ajo e pa drejt në sy. Po nëse nuk dua ta blej përgjegjësinë me martesë. Heshtje. Sepse askush nuk e kishte konsideruar mundësinë që ajo mund të refuzonte. Një propozim I papritur. Në mbrëmje, Armandi e telefonoi. Duhet të flasim. Ata u takuan në një restorant të qetë, larg syve të familjeve. Ai nuk humbi kohë. Kam një ide. Ajo ngriti vetullën. Martesë me kushte. Një marrëveshje 3 vjeçare. Pas 3 vitesh divorcohemi. Ti merr trashëgimin. Unë marr bashkimin e kompanive. Askush nuk humbet. Dhe çfarë ndodh me ne, pyeti ajo. Ai e pa drejt. Ne nuk përfshihemi emocionalisht. Një martesë pa ndjenja. Një bashkëjetesë pa dashuri. Një kontratë mes 2 njerëzve që nuk e kishin zgjedhur njëri tjetrin. Fundi I pjesës një vendimi që afrohet. 6 muaj nisën të rrjedhin si rër në orë. Elira qëndronte mes 2 botëve. Një ardhme e sigurt me pushtet dhe kontroll. Një dashuri e pasigurt, por e vërtet. Nëse do të pranonte, do të bëhej gruaja më e fuqishme në industrinë e familjes. Nëse do të refuzonte, do të mbetej me zemrën e saj, por pa trashëgimin. Dhe ndërsa ora shënonte ditën e parë të muajit të dytë, ajo e kuptoi diçka. Kjo nuk ishte thjesht një histori martese. Ishte një luftë për identitetin e saj. 6 muaj. Tashmë kishin kaluar 4 javë. Kalendari mbi tryezën e Elirës dukej si një orë me rër që derdhej pa mëshirë. Çdo ditë që kalonte afronte me një vendim që mund t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Por vendimi nuk ishte më vetëm I saj, sepse Leon e mori vesh. Zbulimi. Ajo nuk kishte dashur t'ia tregonte në telefon. As me mesazh, as rastësisht. E ftoi në apartamentin e tij, atje ku gjithçka dukej e thjeshtë, e ngrohtë, e vërtetë. Ai po punonte mbi një projekt të ri, një kompleks ekologjik banimi. Kur ajo hyri, ai buzëqeshi. Je vonë. Mendova se familja të kishte rrëmbyer përsëri për ndonjë mbledhje. Ajo nuk buzëqeshi. Dhe ai e kuptoi menjëherë. Çfarë ka ndodhur? Elira ul përballë tij. Zemra I rrihte fort. Testamenti I gjyshit ka një kusht. Ai priti. Duhet të martohem brenda 6 muajve. Heshtje. Me dikë që familja ka zgjedhur. Sytë e Leonit u errësuan. Kush? Armand Dervishi. Ai u ngrit në këmbë. Po ti. Nuk e kam vendosur. Ai qeshi hidhur. Nuk e ke vendosur. Elira, kjo nuk është një marrëveshje biznesi. Është jeta jote. E di. Dhe çfarë jam unë në këtë histori? Pyetja e tij e theu. Përplasja. Ti arsyeja pse jam e hutuar, tha ajo me zë të ulët. Ai e pa I lënduar. Unë nuk mund të kërkoj të heqësh dorë nga gjithçka, por nuk mund të rrihet të pres që ti të martohesh me një tjetër përpara. Nuk janë vetëm para, shpërtheu ajo. Është kompania e gjyshit, është trashëgimia ime. Nëse nuk e marr unë, do ta marr Xhaxhai. Le ta marr, tha ai. Ajo u ngrit. Ti nuk e kupton. Ai do ta shkatërroj. Do ta shes pjesë. Gjithçka që gjyshi ndërtoi. Leon u afrua. Dhe ti do ta shpëtosh duke sakrifikuar veten. Pyetja mbeti pezull mes tyre. Një anë tjetër e Armandit. Ndërkohë marrëdhënia me Armandin po bëhej më e ndërlikuar. Ai nuk ishte I ftohtë siç ajo kishte menduar. Ai ishte I përmbajtur. Ata nisën të takoheshin rregullisht për të diskutuar detajet e marrëveshjes. Kontrata paramartesore, struktura e bashkimit të kompanive, imazhi publik. Por një mbrëmje, biseda mori një drejtim tjetër. E di që mendon se jam pa ndjenja, tha I ndërsa shikonin qytetin nga terasa e zyrës së tij. Ti vete quajte aleancë. Sepse kështu e shohin familjet tona. Jo unë. Ajo u kthye. Po ti si e sheh? Ai heshti për një moment, si një mundësi për të dalë nga hija e babait tim. Ajo u habi,
Ti mendon se kjo martesë të ndihmon? Babai im më ka parë gjithmonë si pasardhës, kur si individ. Nëse bashkimi i kompanive realizohet përmes meje, atëherë për herë të parë, unë do të jem arsyeja e suksesit. Ajo pa diçka të njohur në sytë e tij. Presion. Ai nuk ishte armiku i saj. Ishte po aq i bllokuar sa ajo. Sekreti i gjyshit. Një javë më vonë, Elira u thirr sërish nga avokati. Ka një shtojcë të testamentit, i tha ai. Zemra ju shtrëngua. Shtojcë. Një dokument që gjyshi juaj ka kërkuar të hapet vetëm nëse ju shprehni hezitim për martesën. Ajo u ul. Avokati hapi zarfin. Nëse Elira ndjen se kjo martesë është padrejtësi, ajo duhet të di se e kam bërë këtë për një arsye më të madhe se biznesi. Elira ndjeu frymën t'i ndalej. Armandi mban një sekret që mund të ndryshoj fatin e kompanisë. Vetëm përmes këtij bashkimi e vërteta do të dalë në dritë. Ajo ngriti sy. Çfarë sekreti? Avokati mbylli letrën. Kjo është gjithçka që ai ka shkruar. Dëfmi. Elira nuk mund ta hiqte nga mendja. Çfarë sekreti mbante Armandi? A kishte gjyshi planifikuar diçka më të thellë? A ishte kjo martesë një kurth apo një mbrojtje? Ajo vendosi ta përballej. Përballja me Armandin. Çfarë nuk po më tregon? E pyeti ajo drejt për drejt në zyrën e tij. Ai e pa i hutuar. Për çfarë po flet? A ka ndonjë arsye tjetër pse gjyshi e ka kërkuar këtë martesë? Ai heshti. Shumë gjatë. Ka disa çështje financiare që nuk janë publike, tha më në fund. Transaksionet e vjetra mes kompanive tona. Babai im dhe gjyshi yt nuk ishin gjithmonë dakord. Çfarë lloj çështjesh? Investime jashtë vendit. Një fond që është zhdukur nga bilancet. Ajo ndjeu një të ftohtë në stomak. Po thua që ka pasur mashtrim. Po them që ka pasur diçka që gjyshi yt po përpiqej ta rregullonte para se të vdiste. Ajo u mbështet pas murit. Nëse kjo del në dritë, kompanitë tona bien. Aksionet rrëzohen. Hetime. Skandal. Ajo e pa drejt. Dhe martesa jon do të na jepte kontroll të përbashkët për të menaxhuar krizën pa e lënë në duart e të tjerëve. Pra kjo ishte arsyeja. Jo vetëm pushtet. Mbrojtje. Një kërcënim i papritur. 2 ditë më vonë, një gazetë ekonomike publikoi një artikull të shkurtër. Burime anonime raportojnë parregullsinë e investimet ndërkombëtare të 2 kompanive të mëdha vendase. Elira e pa titullin dhe ndjeu tokën t'i lëkundej. Dikush po fliste. Dikush po i paraprinte zbulimit. Telefonata erdhi menjëherë nga Armandi. Kjo sa po filloi, tha ai. Është xhaxhai im, tha ajo instinktivisht. Ai do që trashëgimia të bllokohet. Nëse hetimi nis para martesës, gjithçka ngrin. Ajo mbylli syt. Koha po mbaronte. Zgjedhja bëhet më e vështirë. Leoni dërgoi mesazha të mbrëmje. Duhet të flasim. Ka marrë një ofertë pune jashtë vendit. Zemra ju drodh. Nëse ai largohej, zgjedhja do të bëhej edhe më e qartë. Ose ndoshta më e dhimbshme. Fundi i pjesës 2. Elira qëndronte mes 3 zjarreve. Dashuria që mund të largohej. Një martesë strategjike që po bëhej domosdoshmëri. Një sekret financiar që kërcënonte të shkatëronte gjithçka. Dhe ndërsa titujt e mediave filluan të përhapeshin, ajo kuptoi se nuk ishte më luksin të priste. Sepse tani nuk ishte vetëm trashëgimia në rrezik. Ishte emri i familjes. Ishte e vërteta e gjyshit. Ishte e ardhmja e saj. Skandali shpërtheu në mëngjes. Jo si një thashethem i vogël në faqet e pasme të gazetave ekonomike, por si titull kryesor. Hetim mbi fondet e zhdukura të bashkëpunimit Kelmendi Dervishi. Elira po pinte kafen e parë kur telefoni nisi të dridhej pa pushim. Mesazhe. Telefonata. Njoftime nga bordi drejtues. Brenda pak orësh, aksionet e kompanisë ranë ndjeshëm. Investitorët kërkonin shpjegime. Analistët flisnin për krizë besimi. Xhaxhai i saj kërkoi mbledhje urgjente. Mbledhja që ndryshoi gjithçka. Salla e bordit ishte e mbushur me tension. Duhet të distancohemi menjëherë nga dervishët, tha xhaxhai me ton autoritar. Kjo martesë do të ishte një gabim katastrofik. Elira e pa drejt. Para një jave ishe pro bashkimit. Rrethanat kanë ndryshuar. Ajo e dinte se çfarë po bënte ai. Nëse martesa anulohej, kushti i trashëgimisë binte. Kontrolli i kompanisë kalonte në fondin familjar që ai drejtonte. Manipulimi i pastër.
Hetimi nuk ka përfunduar, tha ajo me qetësi. Nuk ka prova për shkelje, por ka dyshime, u përgjigj ai, dhe dyshimet mjaftojnë për të shkatëruar reputacionin. Oferta e Leonit. Në mbrëmje, ajo u takua me Leonin. Ai duke i lodhur, por i vendosur. Më kanë ofruar një projekt në Berlin. Kontratë 3 vjeçare. Fjala 3 vjeçare e goditi. Do të shkosh. Ai e pa me një butësi që e theu. Po të më kërkosh të qëndroj, do të qëndroj. Zemra e saj u përplas me arsyen. Nuk mund të kërkoj të sakrifikosh ëndrrën tënde për pasigurinë time. Dhe unë nuk mund të shoh të martohesh për një kontratë. Heshtje. E do, e pyeti ai. Ajo nuk u përgjigj me njëherë. E respektoj, tha më në fund. E kuptoj. Por nuk e do. Lotët i mbushën syt. Jo si ty. Ai e mbylli syt për një moment, pastaj buzëqeshi me dhimbje. Atëherë mos e zgjidh frikën. Zgjidh atë që të bën të ndihesh gjallë. Sakrifica e Armandit. Ndërkohë, Armandi bëri diçka që askush nuk e priste. Ai doli publikisht në një konferencë për shtyp. Nëse ka pasur gabime në investimet e kompanisë sime, tha i para kamerave. Unë mbaj përgjegjësi të plot si drejtor ekzekutiv. Gazetarët shpërthyen me pyetje. Po bashkimi me kelmendët. Çdo vendim i arshëm do të merret me transparencë të plot. Ai nuk e përmendi martesën. Ai nuk e përdori si mburoj. Ai e mori fajin mbi vete. Kur Elira e pa konferencën, ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë më parë për të. Respekt. Ai nuk po e detyronte situatën, po e mbronte. E vërteta e plot. Të nesërmen, avokati e thiri sërish. Kemi gjetur dokumente shtesë në arkivin personal të gjyshit tuaj. Ajo ndjeu tensionin të rritej. Çfarë dokumentesh? Korrespondencë private me babain e Armandit. Ajo i mori letrat me duar që i dridheshin. Në to zbulohej e vërteta. Fondet e zhdukura nuk ishin vjedhur. Ishin zhvendosur qëllimisht në një llogari të fshehtë për të mbrojtur kompanitë nga një krizë e madhe ndërkombëtare vite më parë. Ishte një veprim i rrezikshëm, teknikisht i paligjshëm, por që kishte shpëtuar mijëra vende pune. Gjyshi kishte planifikuar t'i kthente fondet gradualisht në bilance përmes një bashkimi strategjik. Martesa ishte mënyra më e shpejtë për të siguruar kontroll të përbashkët dhe për të rregulluar gjithçka pa hetime të jashtme. Ai nuk e kishte bërë për pushtet, e kishte bërë për mbrojtje. Zgjedhja përfundimtare afrohet. Elira u takua me Armandin atë mbrëmje. E di të vërtetën, i tha. Ai e pa gjatë. Edhe unë. Ti e dije. Babai ma kishte treguar pjesërisht, por nuk dija për planin e gjyshit tënd. Ajo mori frym thellë. Ti dole publikisht dhe more fajin. Pse? Ai u përgjigj pa hezitim. Sepse nëse dikush do të binte, do të ishte më mirë unë se sa ti. Ajo mbeti pa fjalë. Martesa jon, vazhdoi ai, nuk duhet të jetë një burg. Nëse vendos të mos e bësh, unë do ta pranoj. Kjo ishte hera e parë që ai i dha liri të plot. Pa presion, pa strategji, vetëm zgjedhje. Ora po mbaron. Ka mbetur vetëm 2 muaj. Leon po përgatitet për largim. Skandali është ende nën hetim. Bordi është i ndarë. Familja e saj po ushtron presion. Elira qëndron në zyrën e gjyshit, duke parë fotografinë e tij të vjetër mbi tavolinë. Çfarë do të bëje ti? Pëshpëriti. Por për herë të parë, ajo e kuptoi diçka. Gjyshi kishte dhënë kushtin, por vendimin ja kishte lënë asaj. Fundi i pjesës 3. Ajo ka 2 muaj për të zgjedhur. Dashurinë që mund të humbas. Një burr që po dëshmon karakter. Një perandori që mund të shpëtoj ose të shembet. Dhe ndërsa Leon i dërgon mesazhin e fundit para nisjes. Ende ke kohë. Elira kupton se zgjedhja e saj nuk do të përcaktoj vetëm trashëgimin. Do të përcaktoj kush është ajo. Ka mbetur 30 ditë. 30 ditë përpara se kushti i testamentit të skadonte. 30 ditë përpara se gjithçka të vendosej. Elira nuk po flinte më natën. Çdo mëngjes zgjohej me të njëjtën pyetje. Apo zgjedh të ardhmen, apo po braktis veten. Largimi. Dita e nisjes së Leonit erdhi më shpejt nga sa kishte menduar. Aeroporti ishte i zhurmshëm, por mes tyre kishte një qetësi të dhimbshme. Ende ke kohë, i tha ai për herë të fundit. Ajo e pa gjatë, duke u përpjekur ta mbante në kujtesë çdo detaj të fytyrës së tij. Nuk dua të mbaj pezull, tha ajo me zë të ulët. Ti meriton dikë që të zgjedh pa hezitim. Unë të zgjodha, u përgjigj ai.
Ajo buzëqeshi me lot në sy, dhe pikërisht për këtë nuk mund të mbaj peng. Ai e përqafoi fort, një përqafim që mbante fundin e një kapitulli. Kur ai kaloi kontrollin e sigurisë, Elira e ndjeu se një pjesë e saj po largohej me të. Por jo e gjitha. Vendimi. 2 ditë më vonë, ajo kërkoi takim me Armandin. Ai erdhi pa pyetje, si gjithmonë i qetë, i përmbajtur. Ka marrë një vendim, tha ajo. Ai nuk foli. Do ta bëj. Ai e pa, por nuk buzëqeshi. Je e sigurt? Jo, tha ajo me sinqeritet. Por jam e bindur. Cili është ndryshimi? Siguria është ndjenjë. Bindja është zgjedhje. Ai u afrua një hap. Dhe çfarë zgjedh? Ajo mori frym thellë. Zgjedh të mos lejoj që ajo që gjyshi ndërtoi të bjerë. Zgjedh të përballem me pasojat. Zgjedh të provoj se kjo martesë mund të jetë më shumë se një kontratë. Ai e pa me një intensitet që nuk e kishte treguar kur më parë. Atëherë nuk do të jetë një burg, tha ai. Do të jetë një partneritet i vërtet. Dasma. Lajmi u përhap me njëherë. Media e quajti bashkimi i vitit. Investitorët u qetësuan përkohësisht. Familjet organizuan gjithçka me një shpejtësi maramendëse. Ceremonia do të mbahej në vilën e vjetër familjare. Vendi ku gjyshi kishte ndërtuar themelet e perandorisë së tij. Fustani ishte i thjesht, elegant. Armandi me kostum të zi klasik. Të ftuarit figura të rëndësishme të biznesit, politikan, media. Por në shkëlqimin e kamerave, tensioni ishte i prekshëm. Hetimi ende nuk ishte mbyllur. Zbulimi që tronditi ceremoninë. Kur oficianti pyeti nëse kishte ndonjë kundërshtim, një zë i fortë u ngrit nga fundi i oborrit. Un kam. Të gjithë u kthyen. Ishte xhaxha i saj. Ai mbante në dorë një dosje. Kjo martesë është një mashtrim për të fshehur krime financiare. Murmurima përshkoi turmën. Elira e ndjeu gjakun t'i ngrinte. Dokumentet tregojnë se fondet janë zhdukur për përfitim personal, vazhdoi ai. Dhe kjo martesë është për të mbuluar gjurmët. Gazetarët u ngritën me njëherë. Armandi qëndroi i qetë. Elira bëri një hap përpara. Je i sigurt për atë që po bën, e pyeti ajo xhaxhain. Po shpëtoi emrin e familjes. Ajo buzëqeshi lehtë. Jo, po përpiqesh ta marrësh. Ajo mori mikrofonin. Po, fondet janë zhvendosur, por jo për përfitim personal, për të shpëtuar kompaninë nga falimentimi vite më parë. Ajo hapi dokumente që kishte me vete, letrat e gjyshit. Kam prova që tregojnë planin e plot. Dhe nëse është e nevojshme, do t'i dorëzojmë autoriteteve sot. Heshtje. Xhaxhai u zbe, sepse ai nuk e kishte pritur që ajo të ishte gati. E vërteta del në dritë. Një nga anëtarët e bordit u ngrit. Këto dokumente përputhen me auditimin e brendshëm që po kryenim, tha ai. Fondet nuk janë zhdukur. Janë të bllokuara në një strukturë mbrojtëse. Turma nisi të qetësohej. Xhaxhai uli dosjen, sepse loja e tij kishte dështuar. Momenti fundit. Oficianti përsëriti pyetjen. Elira Kelmendi, a e pranoni Armand Dervishin si bashkëshortin tuaj? Ajo e pa drejt në sy. Në atë moment nuk pa më një marrëveshje. Pa një burr që kishte zgjedhur të merrte fajin për ta mbrojtur. Pa një partner që nuk e kishte detyruar. Pa dikë që e kishte respektuar zgjedhjen e saj. Po, tha ajo. Elira, tha oficianti, Armand, a e pranoni? Po, u përgjigja ai pa hezitim. Ata shkëmbyen unazat. Duart e tyre u prekën. Jo si të huaj, por si dy njerëz që kishin zgjedhur të përballeshin me stuhim bashk. Pas ceremonisë, media e quajti moment dramatik. Investitorët reaguan pozitivisht. Hetimi u drejtua drejt mbylljes pa akuza penale. Por natën, kur mbetëm vetëm, heshtja ishte ndryshe. Nuk dua që kjo të mbetet vetëm një marrëveshje, tha Armandi. Asun, pranoi ajo. Ai e pa me kujdes. Ne kemi kohë. Ajo buzëqeshi. Për herë të parë po. Trashëgimia u sigurua. Skandali u neutralizua. Xhaxhai humbi ndikimin. Por historia nuk mbaron këtu. Sepse tani fillon sfida më e madhe. Të ndërtosh një martesë që nisi si strategji. Dhe ta kthesh në diçka të vërtet. Muaji i parë i martesës kaloi mes mbledhjeve, auditimeve dhe deklaratave publike. Gazetat tashmë flisnin për stabilitet të rikthyer. Aksionet ishin ngritur. Hetimi po mbyllej zyrtarisht, por brenda mureve të shtëpisë së re,
Heshtja ishte më e vërtet se çdo titull mediatik. Fillimi i vërtet. Apartamenti i tyre në katin e fundit kishte pamje nga qyteti. Gjithçka ishte moderne, perfekte, por e ftohtë. Ata ndanin tryezën, ndërmerrnin vendime bashk, qeshnin ndonjëherë, por nuk ndanin ende zemrën. Një mbrëmje ndërsa po mbyllnin laptopët pas një dite të gjatë, Armandi foli i pari. Nuk dua që të jetojmë si dy drejtorë që ndajnë një kontratë. Ajo e pa. As unë nuk dua. Ai hezitoi. Po të jap kohë, por dua të dish që për mua kjo nuk është më vetëm strategji. Fjalët e tij nuk ishin dramatike, ishin të sinqerta. Dhe për herë të parë Elira ndjeu se po ndërtohej diçka e re, jo nga presioni, por nga zgjedhja e përditshme. Një email i papritur. 2 muaj pas dasmës, një email mbërriti në inboxhin e saj personal. Subjekti, jam kthyer. Zemra i humbi një rrahje. Leon. Ai kishte përfunduar projektin në Berlin më herët nga sa pritej. Dhe tani ishte rikthyer në qytet. Duhet të flasim. Vetëm një herë. Për mbyllje shkruante ai. Elira e mbylli laptopin. Nuk ishte frika ajo që ndjeu. Ishte një kapitull i pambyllur. Takimi. Ata u takuan në të njëjtin park ku kishin kaluar mbrëmje të gjata dikur. Ai dukej më i pjekur, më i qetë. E pash dasmën, tha ai me një buzëqeshje të lehtë. Ishte madhështore. Ajo uli sy. Si je? Më mirë nga sa mendoja. Koha larg ndihmon. Heshtje. E do e pyeti ai përsëri. Këtë herë ajo nuk hezitoi aq gjatë. Po mësoj ta dua. Ai e pa me kujdes. Nuk tingëllon si sakrificë. Nuk është më. Ai mori frym thellë. Atëherë jam i qetë. Ajo e pa e befasuar. Doja të sigurohesha që nuk po jetoje një jetë që nuk e doje. Ajo buzëqeshi me një butësi të re. Po jetoj një jetë që po e zgjedh çdo ditë. Dhe në atë moment, ajo e kuptoi se nuk kishte më dyshime për Leonin. Ai ishte pjesë e historisë së saj, por jo e së ardhmes. Oferta që trondi gjithçka. Kur u kthye në zyrë, një tjetër surprizë e priste. Një kompani ndërkombëtare kishte bërë një ofertë blerjeje për 60 i të aksioneve të tyre. Një shumë marramendëse. Mjaftueshëm për t'i bërë të 2 miliarder brenda natës. Bordi ishte i tunduar. Kjo është mundësia për t'u tërhequr me fitim maksimal, tha një nga investitorët. Armandi e pa Elirën gjatë mbledhjes. Ishte momenti i së vërtetës. Nëse pranonin, trashëgimia e gjyshit do të përfundonte si aset në duart e një korporate të huaj. Nëse refuzonin, do të duhej të luftonin për të mbajtur pavarësinë. Zgjedhja e re. Atë mbrëmje, ata qëndruan në balkon duke parë qytetin. Financiarisht, oferta është perfekte, tha Armandi. Askush nuk do të na gjykonte nëse e pranojmë. Ajo heshti. Por, ai e pa. Por kjo kompani nuk ishte ndërtuar për t'u shitur. Ajo buzëqeshi lehtë. Gjyshi gjithmonë thoshte. Pasuria është përgjegjësi. Ai u afrua pranë saj. Çfarë zgjedh? Ajo mori frym thellë. Zgjedh ta ndërtoj, jo ta shes. Ai nuk hezitoi. Atëherë e refuzojmë. Jo si marrëveshje. Si partner. Një martesë që ndryshon. Muajt kaluan. Ata filluan të qeshnin më shpesh. Të ndanin më shumë se plane biznesi. Të flisnin për frikërat, jo vetëm për strategjitë. Një natë, ndërsa po shikonin lindjen e diellit mbi qytet, Armandi i tha: "Nuk e planifikova të dashurohesha me gruan time." Ajo qeshi but. As unë. Ai e pa drejt, por jam i lumtur që ndodhi. Këtë herë, ajo nuk kishte nevojë për kohë për të menduar. Edhe unë. Epilogu. Trashëgimia nuk ishte më një kusht. Ishte një zgjedhje e përditshme. Martesa nuk ishte më strategji. Ishte partneritet. Dhe dashuria. Nuk erdhi si stuhi. Erdhi si diell pas shiut, gradualisht, por e sigurt. Elira kuptoi diçka që askush nuk mund t'ja mësonte. Ajo nuk kishte zgjedhur mes dy burrave. Ajo kishte zgjedhur mes dy versioneve të vetes. Një që do të ikte për të shpëtuar zemrën, dhe një që do të qëndronte për të ndërtuar diçka më të madhe. Ajo zgjodhi të qëndrojë. Dhe për herë të parë, trashëgimia që kërkonte një martesë, u bë trashëgimia që ndërtoi një dashuri.